sigurisht do vi një ditë që do ketë zgjedhje. Zgjedhjet e parakohshme janë përfundimi i gjithë kësaj që po ndodh. Mund të ketë një qeveri teknike midis dorëheqjes së Edi Ramës dhe zgjedhjeve teknike dhe zgjedhjeve të parakohshme, po, mund të ketë. Unë besoj që nuk ekzistojnë kushtet për një qeveri teknike të pavarur nga Edi Rama, do doja shumë që të ekzistonin këto kushtet për të bërë disa ndryshime që do ishte mirë që të bënim për të patur zgjedhje të lira e të ndershme dhe shumë ndryshime tjera. Por koha do t'rregojë që do kemi apo s'do kemi zgjedhje qeveri teknike. Por sidoqoftë, zgjedhjet janë ato që do jetë përfundimi, do sjellin përfundimin e kësaj proteste të jashtëzakonshme që kemi parë. Jo, në Shqipëri nuk mund të ketë në këto kushte zgjedhje të lira dhe të ndershme. Por cila është zgjidhja? Çfarë mund të bëjmë? Ndërkohë që kemi një parlament që vazhdon të jetë i kontrolluar nga Edi Rama. Siç e thash, nëse dikush më tregon se si mund të bëhet një qeveri teknike, se si mund një qeveri teknike e pavarur nga Edi Rama mund të marri votbesimin në Parlamentin e Shqipërisë, ku parlamenti ishte i kontrolluar nga Edi Rama, unë do isha shumë i lumtur. Unë thjesht po them që kjo gjë është shumë e vështirë të realizohet, fatkeqësisht. Kështu që cila është alternativa? Nëse s'mund të bësh një qeveri teknike të pavarur nga Edi Rama, mund të kemi një qeveri teknike të varur nga Edi Rama, që do thotë është e njëjta gjë që kemi, thjesht me një emër tjetër, me disa ministra të tjerë, që do shiten sikur janë ministra të pavarur teknik, por nuk janë gjë tjetër veç se kukullat e Edi Ramës, të cilët ai do t'i përdori për të treguar dhe për të mashtruar në një farë mënyre demonstruesi, duke thënë ja shikoni, kërkuat qeveri teknike, ja ku keni qeveri teknike. Pa nuk dohet një qeveri teknike, dohet një qeveri teknike, një qeveri Rama e maskuar si qeveri teknike. Edi Rama ju ka kundërpërgjigjur protestës me një gjuhë përçmuese, nënçmuese dhe në raste dhe fyse. Pse besoni se ai e ka këtë qasje, zoti Shehaj? Atëherë, Rama, si çdo autokrat i rëndomt, nuk pranon faktin që njerëz në mënyrë spontane të kenë pak kënaqësi ndaj qeverisë së tij dhe ndaj atij dhe të dalin të protestojnë. Nuk e pranon dot këtë gjë, nuk e pranon dot tek opinioni publik këtë gjë, dhe atëherë ka nevojë të shpik armiq, ka nevojë të shpik forca të zymta armiqësore ndaj Shqipërisë, jo ndaj qeverisë Rama, që shtyn protestuesit, gënjejnë protestuesit dhe i çojnë ata që të protestojnë në bulevardin e Tiranës. E filloi me grekët, pastaj tha janë serb, pastaj tha janë iranian, tani tha që janë shqiptar nga Kosova që vinë në Tiranë, tha që është algoritmi, është e njëjta gjë që ndodh zakonisht. Autokratët nuk pranojnë faktin që ju ka ardhur momenti, njerëzve ju ka ardhur më i tundës dhe nuk i duan më. Është një gënjeshtër, është thjesht një tentativë për të mashtruar opinionin publik. Mjafton të jesh aty në protest, mund të vemi bashk, i shikon, mund të flasësh me ta, e do shikosh janë të rinj dhe të reja të pakënaqur me qeverinë, jo vetëm të pakënaqur me qeverinë, por që duan që kjo qeveri të largohet sa më shpejt, duan një Shqipëri ndryshe, duan një Shqipëri moderne, duan të jetojnë në një vend ku kanë të njëjtat shanse dhe mund të konkurrojnë në kushte të barabarta me gjithë të tjerët, ku në bazë kush fiton dhe kush u mbet, kush ja del dhe kush nuk ja del, nuk varet nga lidhjet politike, po varet nga puna, nga këmbgulja, nga sakrificat që ta bëjnë. Tani Shqipëria ka këtë model politik, ekonomik e social. Çfarë besoni që mund të jetë ndryshimi nëse ndryshojnë vetëm apo do të jenë vetëm ndryshimi i fytyrave politike e jo domosdoshmërisht strukturës politike, ekonomike e sociale në vend? Tani që para një muaj askush nuk mendonte se ajo që ndodhi me protesta do ndodhte. Të gjithë mendonin që shqiptarët nuk ishin dorëzuar, që nuk kishin çfarë t'i bënin Edi Ramës, ishin dorëzuar përballë maxhorancës, ishin dorëzuar përballë korrupsionit, përballë oligarkisë, përballë krimit të organizuar. Dhe ja që treguan që nuk janë dorëzuar, që vazhdojnë të duan dhe janë të gatshëm të luftojnë për një Shqipëri ndryshe. Kështu që unë mendoj që Ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur, por dukej miqësor, apo jo? Rrugtimi i Shqipërisë dhe i Bashkimit Evropian nuk varet nga qeveria në pushtet, por është rrugtimi i Shqipërisë. Kështu që unë do të thosha të kundërtën. Ky reagim, ky manifestim i demokracisë në Shqipëri ka çuditur gjithë Europën. Askush nuk priste që do dilnin shqiptarët dhe do protestonin kundër korrupsionit
dhe kundër grabitjes së pronave apo edhe kundër projekteve që shkojnë në kundërshtim dhe në dëm të mjedisit. Kështu që nuk më duket kjo një çështje që do ngandalsonte procesin e integrimit. Nga ana tjetër, për sa i takon mbështetjes ndërkombëtare, më duket e kundërta. Rama nuk më duket sikur sidomos pasi kanë filluar protestat, më duket sikur mbështetja që ai ka në nivel ndërkombëtar është shumë e ulët. Shfaqja e fundit krah presidentit mua nuk më duk në fakt një shfaqje me të cilën Edi Rama të tregoj që ka mbështetje, po përkundrazi më duken pamjen e një kryeministri të dëshpëruar që po kërkon të qëndrojë në pushtet pavarësisht se populli i tij nuk e do më, e do që ai të ikë, të largohet, të dali para drejtësisë. Edi Rama mendon se me mbështetje nga jashtë mund të vazhdojë të qëndrojë në pushtet kundër vullnetit të popullit të tij. Po për këtë pjesën që Edi Rama dhe qeveria e tij kanë shtyrë Shqipërinë drejt bëjës dhe protesta, po e pengon si kundër përgjigjerit? Procesi i integrimit në Bashkimin Evropian i Shqipërisë, procesi i integrimit të Shqipërisë në familjen atlantike, do thosha, ka filluar shumë përpara se të vinte Edi Rama dhe do vazhdoj dhe pasi të ikë Edi Rama. Shqipëria ka arritur rezultate shumë të mëdha dhe shumë të rëndësishme, heqja e vizave, hyrja në NATO. Dhe kështu që kushdo që e lidh suksesin e Shqipërisë me punën e një qeverie të vetme nuk e ka gabim, sepse ky është një proces integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, sidomos në këtë moment, është një çështje jo vetëm për ne, po dhe për ata, sepse kemi të bëjmë me sigurinë e shteteve të Bashkimit Evropian, ka një luftë ndërkohë ku një vend tjetër që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian është duke luftuar, kështu që është shumë komplekse. Kuptohet që çdo kryeministër që duhet të gjejë arsye për të qëndruar pavarësisht se njerëzit nuk e duan më, tenton që këto ngjarje madhore, këto procese të rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë do t'i lidhi me qeverisjen e vet, por nuk kanë lidhje.